Para disa viteve, më merr në telefon një grua, e cila nuk kishte askënd, jetonte vetëm me burrin e saj. Numri normalisht i panjohur, dhe kërkoi nga unë që t'i bëj një shërbim. Më tha që kishte ndarë një pjesë të pasurisë, disa të holla, edhe dëshironte t'i jep për një xhami që ishte në ndërtim e sipër. Dhe donte të bëj pjesën e obligimit sadakatul fitrit. Më tregoi domethënë vendin, mirë po para se të më tregoj vendin, unë i thash që ka mundësi dikush prej të afërmëve, të familjarëve, të shkoj direkt tek xhamia që është në ndërtim e sipër, ose mund të drejtohet tek miftinia. Dhe ka njerëz që do ta drejtojnë, do ta udhëzojnë dhe do t'i ndihmojnë në këtë drejtim. Interesantja ishte se ajo më tha, nuk kam askënd. Tha jetojmë vetëm me burrin dhe jemi të pamundshëm. Ishin me tmeta, edhe burri edhe gruaja. Nuk kishin mundësi për të lëviz, përveç se me ndihmën e dikujt ose me ndonjë taksi. Kur më tregoi gjendjen, unë me dëshirën më të madhe, me vullnetin më të madh, shkova tek shtëpia që më udhëzoi dhe më drejtoi se ku ishte duke banu. Në moment që shkova, vërtet gjendja ishte shumë e rëndë. E shëndetit të tyre, ishin në moshë. Por edhe më e rëndë se gjendja e shëndetit të tyre, ishte kushtet ose shtëpia në cilën jetonin ata. Kushte shumë të rënda. Jetë shumë e vështirë. U afrova dhe në dorë kishte të ndara 2 kese naylona të vogël. Tha këto janë për xhami që është në ndërtim e sipër. Ndërsa këto janë sadakatul fitri. Unë i mora ato, i shtina në xhep. Pastaj pjesën për xhamin i nxora nga xhepi. Nga gjendja që pash, i them: "Oj non, oj loke. Allahu ti të nderoft, Allahu ti të dasht. Allahu inshallah xhenetin ti ta bën me nasib. Xhamia me lehtë Allahut ka për të ndërtuar. Shpërblimi tek Allahu dhul xhelal për këtë pjesë që ti ke menduar ka për të shkuar inshallah." Duke u bazuar në jetën profetike të pejgamberit alayhis salam dhe argumentet që i gjejmë nga Islami. Por me sa e shoh unë, ju keni nevojë për këtë pasuri. Merreni, e dashur Allahu dhul xhelal t'ju shpërblej për jetën që keni pas. Tha jo, e kam menduar thon këtë pjesë shumë mirë. Tha ti këto kemi dërgu inshallah në vendin ku e kemi bën jetë. Dhe me qenë se dashte me na e kthi, po du me tregu arsye. Pse du me investu në xhami dhe pse du me investu në medrese, se harova me tregu dhe fitra tha me i dërgu në medrese. Ma caktoj vendin ku duhet me i qu. Sa i përket të xhamis, nëse ne kemi pas për të ngrënë, ne kemi pas për të pi, tha wallahi, tha kjo është falë xhamijave. Pse? Sepse në ato xhami, tha, janë motivuar njerëzit të cilët kanë ardhur, kanë trokit në derën tonë dhe kanë ndihmuar. Ku motivohen njerëzit për të ndihmuar të vargëve? Ku flitet për sadakan, ku flitet për obligimin që ne kemi ndaj prindërve, ndaj fëmijëve, ndaj të varfërve, përveç se në xhami. Nga ana e hoxhallarëve tonë të nderuar dhe ju përkujtohet në çdo ligjërat ose në çdo hutbë dhe xhumë. Tha nuk mbahet i varfëri vetëm me sadakatul fitri. Sepse i varfëri, tha, dhe ne nuk kemi mundësi të mbijetojmë vetëm me një pjesë të pasurisë që do të na ndahet neve në fund të muajit të Ramazanit. Ne kemi nevojë për fundin e Ramazanit, kemi nevojë edhe për fundin e janarit, shkurtit, marsit, prillit, viti është i qatë. Dhe fal njerëzve që janë motivuar në xhami. Allahu tha,
i ruajt të gjitha xhamijat tona, Amin. bashkë me kujdestarët e këtyre xhamijave. Amin. Sepse shpërblimi i tyre është shumë i madh dhe përfitimi i tyre është aq i madh sa që ne fal xhamijave tha i jetojnë. Pse sadakatul fitri në medrese? Ne do të vdesëm, por me vdekjen tonë tha nuk do të mbarojnë të varfërit. Më flet një grua e cila ka jetu fal njerëzve që i kanë ndihmu. Dhe më mirë se kjo gjendjen e nevojtarit nuk e din askush. Më mirë se kjo gjendjen e njerëzve që i kanë ndihmu nuk e din askush. Dhe tani, thot, ne do të shkojmë tek Allahu Dhul Xhelal, por varfëria nuk do të mbarojë. Njerëzit e varfër kanë qenë, janë edhe do të jenë. Dhe ne nuk guxojmë të ndalojmë duke i thirrë njerëzit për të ndihmuar të varfërve. Shiko çfarë lidhshmërie të bukur. Prandaj dashna me ndajt këtë ngjarje me të gjithë teleshikuesit, sepse me të vërtet është shumë e bukur ta mendoj çdo kush që është duke na ndjekur. Kur të jetë në pyetje çështja e sadakatul fitrit. Tha, pse në medrese? Po kush janë këta që kujdesen për xhamiat tona? Nga kanë ardhur këta imamët, këta hoxhallarët, këta muezinat që i zbukurojnë minaret tona, ku është starti i tyre? Kush ju ndihmoi atyre? Kush ju azgjati dorën atyre për të arritur deri në hutbe, për të arritur deri tek imamllëku, për të arritur deri tek muezini, për të arritur deri tek minarja? Starti jon nga ishte. Ku filluam ne? Ishte medreseja. Ishte medreseja që wallahin dhe billahin, po të jeti sinqert çdo medresant, po të jeti sinqert çdo imam dhe çdo hoxh, e din shumë mirë se mirëpritjen që na e kanë bërë profesorët tanë të nderuar, ka qenë aq e ëmbël, ka qenë aq e ngrohtë, ka qenë aq e këndshme, ka qenë aq e lezetshme sa që nuk kemi ndi ne vetmin ose mërzinë e ndarjes nga familjet tona. Kemi qenë të vogël, 15 vjet, 16 vjet. Afrimitetin, ngrohtësinë që na kanë dhënë ata. Pastaj ushqimin që e kemi ngrënë aty. Pastaj kur nuk e mbaj mend kur nuk e mbaj mend që kam qenë në medrese ndonjëherë dhe kam pas ftohtë. Nuk kam pas kushte të rahatshme për të fletë. Allah, nga e gjithë kjo. Kush na e mundsoi gjithë këtë? Kanë qenë muslimanët e mirë, të cilët e kanë ditë vlerën e kësaj medreseje. Dhe wallahi dhe billahi, duhet të flasim në këtë drejtim, të kontribojmë në këtë drejtim. Dhe medreseja, ndoshta mund të jem edhe gabim, por medreseja duhet të jetë shtëpia jonë e para. Dhe kujdesi jonë i gjithë muslimanëve duhet të jetë medreseja si shtëpi e parë. Pastaj shtëpia e tij të jetë xhamia. Pastaj shtëpia e tretë të jetë shtëpia jonë. Nga se rehatia, qetësia në shtëpia tona asnjëherë nuk do të jetë në vendin ku duhet të jetë. Nuk do të jemi kur të qetë dhe rahat, po qëse nuk do të jetë rahat medreseja. Pse? Nëse nuk kemi hoxhallar, nëse nuk kemi njerëz që na udhëzojnë për të mirë, na ndalojnë nga e keqja, vinë dhe na vizitojnë sa herë që kemi ne nevojë, qëndrojnë gjithmonë me ne sa herë që kemi nevojë, na zgjatin dorën sa herë që kemi nevojë, sa herë që kemi nevojë na japin ngushëllime, sa herë që kemi në një telash ose në një gëzimje na hoxhallarët që na shoqërojnë. Pra, këto hoxhallar dalin nga kjo medrese. Pastaj xhamia. Si mund të jetë gjendja jonë nëse nuk do të kishte xhamia? Si mund të jetë gjendja, si mund të mendohet gjendja e fëmijëve tonë nëse nuk do të kishte mektebe? Pastaj do të thonë shtëpia jonë të jetë e treta. Prandaj ka qenë traditë dhe duhet të mendojmë për mirëmbajtjen e saj dhe për sa i përket pyetjes se u zgjeruam e bëni halal, për sa i përket pyetjes se ku duhet të drejtohemi për pagesën e saj, normal do të thonë më e mira është që të mundohemi që ta mirëmbajmë medresen dhe fakultetin e shkencave dhe studimeve islame që është në qytetin e Shkupit. I dashur i hoqë dhatë shumë detaje interesante dhe shumë të rëndësishme, edhe atë duke përmendur ngjarjen, inshallah Allahu xhalleshanu e shpërbleth atë nën tonë të dashur. Amin, amin.